opozita do të mbaj protestën nesër, si që shlenë. Berisha ka parajmëruar që tani 20 km i fundit drejtën e Ramës dhe ardhjes së PD-s në pushtet. Çfarë do të ndodhë nesër, ti je shefi organizimit, njëri i rëndësishëm i kësaj partie, dhe çfarë është ky kilometri i fundit, në thuash pak fjalë, por dhe ç'do ndodhë nesër konkretisht? Fillimisht kjo është një protestë që është në vazhdimsi të një aksioni, siç e dini ju, të nisur tani më, si rrjedhoje gjithë llumit të qeverisë që ka dalë, më së fundmi, pavarësisht se opozita ka vite që i denoncon aferat, tani më janë bërë ato afera publike dhe janë faktuar publikisht. Si rrjedhoj në çdo vend botës, do të ishte normale që të kishte dorëheqje nga qeveria, ngritja e një qeverie teknike që do të garantonte zgjedhje të lira dhe ndershme. Në një shtet anormal si ky ku jemi ne, ku kryeministri është kapur në vjedhje dhe për të mbrojtur kokën e vet është gati të bëj kurban gjithë Shqipërinë, atëherë është e detyruar opozita dhe mbar shoqëria të ndërmarrë hapat e nevojshme për të detyruar në një formë apo tjetër rikthimin në normalitet dhe stabilitet të vendit. Sepse aktualisht ne jemi një vend jo në stabilitet, as politik, as ekonomik. Dhe protesta që vjen ditën e nesërme është një protestë që vjen në vazhdimsi të këtij aksioni dhe nuk ka diskutim që çdo ditë që qeveria e vonon zërin e arsyes, që vonon të dali përpara përgjegjësive që ajo ka, për vjedhjet, për varfërinë e vendit, pa diskutim që aksioni i opozitës do të vi duke u përshkallëzuar. Dhe nesër ai aksion do të jetë i përshkallëzuar në bazë të përgjigjes që ka sjellur vetë qeveria, që është ne nuk pyesim as për ligj, as për drejtësi, duhet të mbrojmë lubin që mos na ikë Edi Rama. Madje është bërë gati qeveria që të bëj kurban edhe Shqipërinë dhe integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sepse është e qartë që ka një vendim në BE, madje kam thënë 2 javë më parë që janë në diskutim, veçanti vende si Gjermania e Hollanda dhe disa vende të tjera, në lidhje me ngrirjen e diskutimeve për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, përsa kohë qeveria shqiptare nuk i përgjigjet ligjit dhe drejtësisë. Në këtë aspekt mendoj që është një detyrë e gjithë secilit prej nesh që të bëjmë detyrën tonë ditën e nesërme për të marrë pjesë në këtë protestë, e cila pavarësisht atyre çfarë mund thuhet nëpër emisione të ndryshme, kjo protestë ka arritur, ky aksion ka arritur disa qëllime, ka ardhur duke u ngritur, ka ngritur frymën e qytetarëve. Besoj dhe ju bini dakord që nga protesta e parë tek protesta e dytë ka një rritje jo vetëm të numrit të njerëzve, por dhe të aksionit të opozitës. Tani, çfarë do të jetë, jemi me atë, domethënë protesta e fundit ishte krejt ndryshe nga protesta më përpara. Por kemi dëgjuar që PD-ja do të ngretë çadër dhe nuk lëviz nga bulevardi. Ti je, si thash, një i rëndësishëm aty dhe duhet na shpjegosh, është e vërtet kjo apo jo? Se duket se ka një diskutim në është bërë një herë, kupton? Çadra, kur flasim për çadër, nuk nënkuptojmë çadrën e 2017-s. Çadra e Lulit. Është diskutuar ka pasur disa propozime. Edhe Rama ka bërë, po Luli ka bërë i pari. Ka pasur disa diskutime në forumet të ndryshme të opozitës, përkatësisht në Këshillin Kombëtar, po edhe në grup parlamentar dhe në kryesi të Partisë Demokratike, për një qëndres të gjatë në bulevard, e cila për hir të vërtetës ka marrë mbështetje edhe nga opinioni publik dhe ka pasur pëlqyeshmëri edhe brenda strukturave të partisë, ndaj është një opsion i cili nuk mund të anashkalohet. Por thash, aksioni i opozitës do vi duke u përshkallëzuar dhe ndaj nuk mund të përjashtohet as qëndrimi në bulevard, dhe as një opsion tjetër qoftë edhe brenda parlamentit. Pra, në të gjitha rastet opozita nuk përjashton as një opsion deri në arritjen e asaj që ne e quajmë sukses dhe këtu kërkojmë mirëkuptimin tuaj, kur ne flasim për sukses, nuk nënkuptojmë thjesht të ikë një qeveri që të vi një qeveri tjetër. Ne nënkuptojmë garancinë për zgjedhje të lira dhe të ndershme, pra qeverinë teknike që të rrijë një farë kohë, kjo qeveri që të ketë mundësinë për të garantuar zgjedhje të lira dhe ndershme. Se qartazi një qeveri që vetëm Gysa Gazi kishte 3 milion euro shishe vere, pa patur asnjë funksion publik dhe është bërë si ai
Jeffrey Epstein që ka 30 regjistruar thoshin, gjithë jo 3 ministrat e ministrat, 3 milion euro i kishte vetëm shishe vere. Jeffrey Epstein i PS-s është ky, që i ka regjistruar të gjithë këta, tek zyra vet, me ministra. Tani, një qeveri e tillë e kapur në këto afera, është e qartë që s'garanton dot zgjedhje. Ndaj ne kërkojmë një qeveri teknike, mbasi të bëhet me aleatët, ose qeveri tranzitore, quajeni si doni, që të ketë kohën e duhur, e nevojshme, për të garantuar një proces korrekt, të lirë dhe të ndershëm, dhe pastaj qytetarët të votojnë programin Tani, para se të ndryjmë kolegët, zoti Balliu, ta zëm se u ngritën çadra nesër, për shumë. Bashën e nxori Rama, edhe mendimin e ndërkombëtarëve, u futën ndërkombëtarët dhe di se duhet parë dhe ndoshta ndonjë rrugë që si do dilet nga aty, se duhet vi një moment që të dilet nga çadra se mbetesh aty. Por Rama nuk ka më nerva tani, që të merret medaljet e kështu. Ase çan fare si thua. Apo jo, Rama e çan shumë sepse është në pikë hallit, se po mos ta çante. Nuk merresh sot gjithë ditën në debat me Këshillin e Europës për të justifikuar akte të cilat nuk ekzistojnë në asnjë vend botës. Siç është fakti që unë nuk jap një zëvendës kryeministra dhe ministre të cila është kapur në flagrancë duke vjedhur. Dhe vazhdon pavarësisht kërkesës që bën gjykata, që bën drejtësia për arrestimin e saj, ai vazhdon të mohojë një të drejtë të cilën ja ka rezervuar çdo aleatit vetin. Përfshi këtu Benametajn, përfshi Beqen apo Tahirin e të gjithë të tjerët. Kurse në rastin e zonjës është ndryshe sepse përgjegjësi nuk është zonja. Përgjegjësi është Rama. Zoti për mua shumë njerëz e din fare mirë se çmendimi kam unë për Belinda Ballukun, por në rastin konkret nuk është Belinda. Është i bishëm qaf kot. Aty është Rama, ai nuk mbron Belindën, dhe ata që thonë që po mbron Belindën bën gabim. Ai po mbron veten e vet, se për Belindën e fut në burg nesër. Kryetari i opozitës, zoti Berisha, thotë ka bërë shumë të qartë kërkesën për qeveri teknike dhe të gjithë e thonë tani këtë gjë. Kjo do arrihet me këtë mënyrën të daljes të Sheshi, apo si është si strategji? Kemi në një detaj më shumë... Ne nuk përjashtojmë asnjë formë, zoti Rakipi, në lidhje me aksionin tonë opozitar. Thash, siç ka ardhur duke u rritur aksionin në 2 protestat e fundit, do vi duke u rritur në çdo javë apo muaj apo ditë që do të ketë protestë opozita. Ajo që me të drejtë ju nënvizoni kilometri i fundit, nënkupton që për ne nuk ka se si të ketë më kthim pas, sepse nuk mundet të imagjinohet të jetosh në një vend ku edhe këto afera të Gysa-Gasit që kanë dalur në shesh dhe kur ka dalë gjithë qeveria në shesh dhe gjithë llumin që në shesh, ç'kuptim do të kishte nëse kjo qeveri kalon dhe këto afera dhe këto vjedhje dhe gjithçka tjetër, ç'kuptim do kishte nesër qoftë edhe për ju si gazetar, qoftë edhe për ne si opozitar të bënim ndonjë denoncim tjetër. Çfarë vlere do të kishte? Ku ka denoncim më të rëndë se ai i Agasit dhe i Akshit? Nuk ekziston. Nuk kanë vend botës edhe film ta bësh nuk e bën dot. Ne nuk kuptojmë, urdhro? Jo, po i them të ftuarve që të pyesni çfarë ju doni ta pyesni zotin Balliu. Nuk vetëm pyetje kam. Po. A fillon nesër kjo rezistenca pa ndërprerje apo do shtyhet? Do të jenë gati, jo, nuk është në datë. Është që kur demokratët bëjnë gati, t'jenë... Do në fillon nesër kjo rezistenca pa ndërprerje në bulevard ose në parlament ose... Jo. Ajo është një gjë që po diskutohet dhe patjetër organizimi i një qendrese afat gjate kërkon një organizim krejt tjetër nga ai që ne po bëjmë sot, në kuptimin e pjesëmarrjes së njerëzve. Qendrimi afat gjatë funksionon ndryshe, merren masa të tjera, siç tha dhe zoti Rakipi që përmend çadrën apo diçka të ngjashme si çadra. Pra, ajo çfarë ne kemi thënë është që ne nuk përjashtojmë asnjë masë. Por gjithsesi për një gjë të jeni të sigurt dhe nuk është se kemi ndonjë opsion për kthim. Ne opsionet tona të gjitha janë për avancim të kësaj agende. Kthim të kësaj opozite në diskutime apo në çdo lloj çështje tjetër nuk do të ketë pa garantuar një qeveri teknike. Dhe kjo është tani se çfarë do duhet të bëjmë ne dhe se sa do duhet çfarë masash duhet të marrim ne, ato do t'i rezervohen kohës. Unë ditë them vetëm këtë që suksesi i këtij aksioni është vetëm pranimi i qeverisë teknike.
çdo ditë që ajo qeveri nuk bëhet, është dështim. Qoftë edhe dje, qoftë edhe sot, për sa kohë ne nuk kemi arritur qeverinë teknike, atëherë ajo është dështim, po unë kur them dështim nuk nënkuptoj dështimi një partie politike, nënkuptoj dështimi të gjithëve ne. Se nuk mendoj që vjedhjet dhe abuzimet e tyre janë problemi Partisë Demokratike, janë problemi të gjithëve, edhe si qytetar, edhe si opozitar, edhe si gazetar, edhe si artist, si shoqëri. Vjedhja është problem për gjithë, nuk është problem politik. Është problem në shoqëri, është problem kombëtar. Aq më tepër që jemi një vend që 1.4 milion banor na kanë ikur pikërisht nga këto vjedhje. Pra nëse do kemi Pavarësisht propagandës si thotë qeveria që kanë ikur nga gëzimi. Nëse do kemi një protestë ngjashme me datës 24 janar, dhe nga besoj avash nga marsi do shkojmë tek kjo rezistenca e preshme, tek Në protesta e ditës nesërme është jetike njerëz sepse duke marrë parasysh edhe çështjet e fundit që kanë dalë në publik. Unë mund t'ju them që vjedhja dhe kartelet janë tani më një problem jo vetëm në Shqipëri, unë sa kthehem nga një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aferat korruptive dhe lidhjet kriminale të kësaj qeverie janë të njohura deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në këtë aspekt, unë pres që shumë shpejt do të ketë zhvillime. Gjithsesi, kam qenë dhe mbetem i bindur që zgjidhjet e problemeve tona nuk do mund të vinë kurrë nga jashtë, por do duhet t'i sjellim ne. Por ne kemi mbështetjen e mendoj sot opinionit publik dhe opinionit ndërkombëtar.